ka thonë pejgamberi alayhi sallam, ja ayuhan nas inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. O ju njerëz, Allahu është i mirë dhe nuk pranon përveç asaj që është e mirë. Ne këtu përgatitje imanore të ndërlodhet për serimin e dispozitave. Se ka të bëjë me diçka që ka më kërkuar nga njëri, për shembull me hjek dorë. Të ka thënë që kjo pasojë që ke vetuar është haram. Çfarë më ato duhet me hjek apo? Nuk ka lehtë me hjek. Nuk ka lehtë me hjek dorë pisaj apo. Andaj shikoj sa bukur autori, domthonë e përgatit zemrën që të jetë e gatshme të hjek dorë nga harami. Për shkak se Allah e ka obligu halalin. Allahu te baraka ve taala domon kërkon që fillimisht të kujdesemi për halalin, pastaj për punë të mira. E ka quajtur çdo fitim të pa lejuar batil, të kot, të pavlefshëm, domon të rënuar herë do kurdo. Dhe ka thonë Allah është i mirë, nuk pranon post mirës. Dhe gjitha këtu janë përgatitje në hyrje të kësaj teme që besimtari mjafton që ka ditë me kuptu. Allah është i mirë, nuk e të mirën. Domethënë këtu përfundon gjithçka, a ka me kon unë a që e pranoj të keqen apo nuk e pranoj të keqen. Nëse përjardhja e pasurisë nuk është haram, po dyshimt. Pra, është halal, po s'është fort apo më domthonë nuk është fort halal apo më. Nuk është fort halal. Ka përmend autori disa shembuj këto, thonë, tash çka bën me çat pasuni apo? Çfarë bën me çat pasuni? Për shembull të ndërmozur i kon me një punë. Edhe si kanë 100% gati punës apo. Pra ke mungu në herë dikon ose dikon pak, po ajo s'ka ndikuar në punë. Në total e rrogën e ki halal apo. Po s'është halal kur ke punu, sikur se halal kur pra e ke zgjat pushimin e gjysore pak më shumë. Kushtimisht apo. Tash në total ajo hin në halal apo. Po njëri është më i kur ki si pasuri të kategorizuar pasuri të kategorizuar. Do një është halal, heq dyshoj në çavesh kaj me ta, apo kupton. Po një është halal, po apo për shembull se ki për kurban, apo çka ka thonë ulemat? Ka thonë që ato që se ki fort që çot zamra, thotë përdore në çështje anësore. Për shembull këtu thotë me bledru, po buj rrygë me ato. Halal ki jo ti apo. Po le të shkon djegja apo. Pra çet benzin apo e ata që është mas halali, që është halali, që thënë populli qyka halal, që ato thotë e ki për bukë. Në këto mos tin pas fort me kon sigur që është halal ato, subhanallahu. Në që ato veç halal që është fort që e u thmiva ato. Nëse që e fort ndikon në tërbija ato.